Në vendimin që konfirmoi masën e sigurisë arrest në burg ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj, gjykata e posaçme e apelit vëren se bashkëpunimi i tij me bashkëshorten dhe biznesmenin Elman Abulen nuk ka qenë i thjeshtë. Referuar hetimit të SPAK dhe mbi veprimet e dyshuara si të kryera nga Ajola Xoza dhe biznesmeni Abule, gjyqtari i posaçëm i apelit Engert Plumbi vlerëson se bashkëpunimi i tyre ka tipare të një grupi kriminal. Gjykata vëren se bashkëpunimi i personave nën hetim Erjon Veliaj, Ajola Xoza dhe Elman Abule ka tipare të një bashkëpunimi të posaçëm, atij të grupit të strukturuar kriminal, duke qenë se përmbushen kriteret e pluralitetit të personave, 3 persona, kryerjes së veprimtarisë kriminale për qëllime përfitimi material, pastrimi i produkteve të veprës penale të korrupsionit, si edhe moskrijimi të grupit të rastësisht, kryerja e veprimtarisë kriminale në mënyrë të përsëritur e për një kohë të gjatë. Por apeli nënvizon se në vlerësimin e llojit të masës së sigurisë për Veliajn nuk e ka marrë në konsiderat këtë fakt, për shkak se një formë e tillë bashkëpunimi nuk i është atribuar nga SPAK personave nën hetim. Në të kundërt, arsyeton apeli, do të cënohej parimi i mosrëndimit të pozitës së të pandehurit. Referuar vendimit, përveç vlerësimit të rrezikshmërisë shoqërore, rrezikut të dëmtimit të provave dhe rrezikut të ikjes nga ana e Veliajt për të përligjur izolimin e tij në qeli, apeli ka sjellë në vëmendje raste të tjerë ish zyrtarësh të lartë të arrestuar nga SPAK, disa për vepra më të lehta penale se ato ndaj Veliajt, për të cilët edhe gjykata e lartë ka miratuar masën e arrestit në burg. Në këta emra listohej ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, ish kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës Alfred Beleri, ish ministri i mjedisit Lefter Koka, ish kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako, ish kryebashkiaku i Bulqizës Lefter Alla dhe ish sekretaria e përgjithshme e Ministrisë së Shëndetësisë Joana Duro.